Mirë, ne kemi nisur në fakt bisedën, kështu. Gati jemi në përfundim, por tani me shikuesit. Sepse i ftuar jonë që është për herë të parë në programin tonë, natyrisht po ndihet rehat, kështu na ka thënë në fillim fare. Po i pëlqen ambienti shumë. Patjetër, besoj të di pëlqej dhe biseda, sepse është shumë interesante biseda edhe për televizionistët tanë dhe për dëgjuesit tanë. Natyrisht me ne po e prezantojmë mysafirin, pra kemi Fatmir Menekshë, ku për këtë Menekshë ishin duke bashkë bisedu, që do thot lule dhe në turqisht, ishte lule në turqisht. Në turqisht dhe tham se kemi dëgjuar edhe emër Menekshë, dhe Fatmiri tha po, për shembull halla ime tha e ka emrin Menekshë. Fatmiri ka mbiemrin Menekshë. Po, Fatmiri na vjen nga Teatri Rom, kurse në temat të cilën ne sot do ta trajtojmë, njëra ndër temat, sepse do të ndërlidhemi me shumë çështje që janë në interes të gjithë shikuesve. Teatri Rom do të sjellë premierën në Kërkim. Ekziston gjithashtu Teatri Rom, i cili nuk është profesional, por që punoj në mënyrë ndoshta më profesionale se shumë profesionistë të tjerë. Ndër vite të tëra ky teatr është në Prizren. Unë për shembull nuk kisha dëgjuar dhe gëzohem kur dëgjoj që ka Teatr Rom. Por duhet me u institucionalizu, duhet me u profesionalizu. Edhe mbështet. Çka kërkohet? Mbështetja nuk është që nuk e kanë, sepse mos flasim ne në emër të Fatmirit do ta shpjegoj të gjitha, por duhet diploma. E për këtë natyrisht që duhet me punu dhe me qenë gjithçka e pranueshme dhe e institucionalizuar. Prit Merita, si ta them unë mirë se ardhje në gjuhën rome? Shukar Alen. Si? Shukar Alen. Shukar Alen. E thash mirë? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Që do të thotë mirë se erdhe. Bukur, është sa mirë është të mësosh shumë gjuhë të ndryshme. Gjithsesi është pasuri e mendjes. Fatmir, më thotë shfaqja në Kërkim, të cilën me datën 7 prill pra do të ta japni edhe ju premierën. Prit e the në Kërkim, ta them unë në gjuhën rome, ano rodipe. E thash mirë? Nëse po e lexon. Nuk jam kaq i ditur. Është me rëndësi me ditë me shqiptu, sepse leximi. Me rëndësi me marr pjesë. Është realizuar sipas dramës gjithashtu Frikë e Madhe dhe Mjerim në Rajhun 3. A thash mirë? Mirë. Pse u përcaktuat pikërisht për këtë vepër? Për këtë vepër mund të themi që fajin kryesor ose të themi edhe fajtori meritën kryesore ka zotri Seinur Veshall. Seinur Veshall ka qenë ish drejtori i teatrit ton, i cili para disa muajve ka dhënë dorëheqje për arsye se është kyçur në politikë, edhe ai në bashkëbisedim me Mahir Musliun, i cili është një regjisor i shkëlqyer edhe një inspicient i teatrit profesionist Bekim Fehmiu, kanë diskutuar edhe kanë menduar që ta trajtojmë kësaj radhe një autor që në historinë e teatrit ton tregon që e kemi trajtuar njërin prej autorëve me të mëdhenj të veprave letrare, siç është Bertolt Brecht. Edhe paka shumë ata diskutuan, mu vetëm ma kanë sjell draftin final të tekstit ose tekstin final që ta romizoj në gjuhën rome, se për shtatin ose adoptimin e ka bërë vetë Mahir Musliu, duke u bazuar në veprën siç e përmendet edhe ju, i cili ka shumë akte, po ai e ka përshtat me 3 akte që me bo me vija dramaturgjike, me pas, me thonë, një orar të përcaktuar që mos ta zgjasim duke ditur që veprat e Bertolt Brechtit kanë shumë akte dhe demonstrojnë shumë gjëra, po nga ana tjetër përse Bertolt Brecht akoma në ditët e sotme mund të themi që ndërlidhet edhe me historinë ose me rrethanat tona shoqërore, sepse ai është i njohur për më shumë se 50 veprave ose poezive ose shkrimeve të tij. Unë desha të lidhem këtu sepse është temë pak e gjatë dhe të mundohemi që t'i dhëm fokus pak më shumë për shkak të minutazhit, domethënë, cili është tash mesazhi që përpiqeni të jepni përmes kësaj, duke ditë që kjo përcjell pra jetën në regjimin nazist. Ndërsa nëse kthehemi në ditët e sotme, çfarë mesazhi doni të jepni rreth kësaj? Pra, siç e thatë edhe ju, domethënë, edhe në ditët e sotme ndodhin, domethënë, të themi sikur edhe në gjykata, edhe në jetën e përditshme ka diskriminime, ka që duhet reflektim shoqëror, dhe dramat e tij, domethënë, ai ka krijuar dy fryma, teatrin epik edhe teatrin politik, domethënë që
bën me reflektu publiku pasi ta shikoj shfaqjen e vet, me aktualitetin. Edhe kështu që edhe ne trajtojmë pak a shumë ato skena. Në cilin aktualitet doni të dilni ju? Kjo është pyetja konkrete. Është në aktualitetin tuaj ndoshta diskriminimi. Po, diskriminimi domethënë është ajo për shembull tek gjykata si trajtohen Romët, a trajtohen në mënyrën e duhur, nëse është një Rom ndoshta lënda mbyllet më herët ose tentohet të mos vazhdoj procedura më tutje, që kemi pasur raste të tilla. Pikërisht për shembull tek familjarët e mi, tek vetja ime ka ndodhur një gjë e tillë. Andaj besoj që konkretisht mund ta dim çfarë institucioni tek xhaxhai im, tek prokuroria ose tek gjykata, tek procesi gjyqësor, është, domethënë, ka pas një aksident që ka përfunduar me fatalitet dhe akoma nuk është marrë më pas me zbulimin. Nuk e kemi akoma zbulimin, po vendimin final që ai nuk është fajtor, është viktime dhe duhet të kompenzohet ose ai tjetri duhet të gjykohet e të dënohet. Këto lloj shkelje do të flitet çdo ditë për to. Mirë, po megjithatë, a dreni që ky regjim, nëse mund ta quajmë në thonjza, ka filluar të zbehet? Normalisht që ka filluar më u zbet, as nuk mundemi me krahasu fashizmin me kohën e sotme, po pikat e ndryshme ndërlidhen edhe me pikën e sotme. Ka diskriminime në institucione të ndryshme, ka diskriminime në mos respektimin e kuotave të punësimit ose shumë çështjeve të tjera që e ngadalsojnë avancimin e standardit të komunitetit rom. Po, megjithatë të dalim edhe në pjesën tjetër të medaljes, a duhet të jeni ju të cilët duhet të ngrisni zërin më shumë, sepse nuk është që nuk ka përparime, madje ndonjëherë duken që ka përparime të shumta nëse e bëjmë një krahasim me 10 vite më parë, po e zëm një dekadë që nuk është edhe shumë si kohë, mirë po ndryshimet janë shumë të mëdha. Zëri i juaj duhet të jetë më i fuqishëm. Ashtu edhe është, domethënë tash po flasim për gjërat negative, po kemi edhe medaljen e artë, siç e thatë, dhe shumë gjëra pozitive, pasi që ne kemi një kushtetutë e cila është më e veçanta, më e mira, më e bukura sa i përket ndoshta në tërë botën. Nga ana tjetër kemi shumë suksese që kemi arritur me institucione të ndryshme, pastaj unë vet jam mas pari si aktivist i komunitetit, pastaj i barti edhe pozitat e tjera ose të themi kontributet e tjera që du me i dhanë. Kemi shembuj që për shumë para 3 viteve gjuha rome është njohur në komunën e Brezanit si gjuhë në përdorim zyrtar. Ndahen shumë burse për komunitetin rom, shumë gjëra në aspektin pozitiv. Kemi, padyshim që kemi progres, kemi mbështetje, nuk mund të themi që nuk kemi, po gjithsesi ne edhe teatri, jo vetëm tek ne, po edhe tek komunitetet e tjera gjithmonë të themi jo që trajtohet, po edhe përdoret si medium për me dhënë mesazhe sensibilizuese, edukuese ose pasqyrimin e problematikave të ndryshme. Kjo është me rëndësi, do të thotë në çfarë mënyre apo në çfarë mënyrash shfaqja e pasqyron efektin e kësaj frike, këtij represionin nëse mund ta quajmë në jetën e përditshme të personazheve. Po, është në mënyra të ndryshme, tash aktet e tona nuk janë ekskluzivisht të krijuara për komunitetin rom. Po të gjitha mund në veti me jo, sepse si vetëm qëllimi është inkorporimi, do të thotë të gjitha aktorëve. Absolutisht, domethënë siç e thash, është akti i parë, drama jon domethënë ka 3 akte. Akti i parë është në kërkim të drejtës, që edhe ne hari pas here kërkojmë të drejtën tonë, që me ligje ndoshta edhe me kushtetut na përket, po në zbatueshmëri nuk na përket. Po flas kështu pak më si aktivist, jo më shumë në përmbajtje artistike. Nga ana tjetër është në kërkim të shkencës, akti i dytë, dhe akti i tretë është në kërkim të spiunit, që ngjallin disa peripeti brenda lojës që me e bo publikun me reflektu, me mendu, me zgju mendimin kritike dhe mos me lënë me çikaç veç me thonë një shfaqje e mirë, po me reflektu në ditën e tyre, në ditët në vazhdim. Jo vetëm publiku, po publiku janë edhe institucionet, zyrtarët që do të vinë të përcjellin këtë dramë. Data shfaqjes do të jetë me 7 prill. 7 prill. Në Teatri i Qytetit. Te Teatri i Qytetit Bekim Femiu. Unë desha të ndërlidhem pak edhe me bashkëpunimin me regjisorin Mahir Musliu, që jeni njëkohësisht edhe djali, domethënë. Jo, domethënë jam bashkëpunëtor, inspicient i Teatrit Bekim Femiu dhe regjisor i kësaj shfaqje. Po, por deshta pak të lidhem me përshtatjen e kësaj vepre me teatrin Nejib Menekşe. Këtu desha lidhem.
Që është emri I babait tuaj I teatrit. Po, që ashtu. Do të thënë, pse është titulluar? Kjo tregon për një kontribut të madh që. Pse është titulluar, tash kisha bën një historia të shkurtër të teatrit, do të thënë Teatri Rom është themeluar në vitin 1989, edhe që nga aktorët e parë dhe iniciatorët e parë ishte edhe vetë babai im, që ka qenë aktori I parë Që në atë vit është themeluar. Që në atë vit, do të thënë që I kanë interpretu poezit e Rabitrana Trakore, një poet indian I cili ka fituar edhe çmimin Nobel në mënyrë artistike, që ajo ka qenë sanafilla e teatrit, pastaj kanë filluar edhe autorët rom të shkruajnë dramat e veta, siç ka qenë Seletin Kryeziu me dramën e parë, dhe me dramën e dytë Spiuni me titullin Kujtim Paçaku, dhe pas Kujtim Paçaku të autorsinë me një farë mënyrë ka filluar që kemi një respekt veçantë për për Kujtim Paçakun, patjetër, edhe pastaj pas Kujtim Paçakut nga viti 1995, babai im Nexh Menekshi ka filluar me shkruaj drama, me bë regjinë dhe më bë vet aktore I dramave sipas nevojës. Ai ka shkruar 12 drama, I ka bërë regjinë 18 dramave dhe ka qenë aktor I 13 dramave, që domethënë nga 89 deri në vitin 2019 derisa ka ndruar jetë, ai ka qenë pjesë përbërëse, fillestar, iniciatore dhe deri në fund si lloj. Dhe jo rastësisht, më fal ndonjëherë po ndërhyj. Kemi pagëzu vetë veteranët e teatrit për veprën, për kontributin, për jetën dhe veprën e tij, ka ndoshë emri Teatrit Rom të titullohet ose të pagëzohet me emrin e tij, Teatri Rom Nexh Menekshi. Jo rastësisht e përmenda këtë që jeni, do thotë keni trashëguar në një farë mënyre, por trashëgimi me punë kuptohet. Dhe deshta dal pak nga fundi I kësaj bisede, edhe tek çështja e Teatrit Rom. Do thotë siç e the edhe ti Maksi, Zanafilla është shumë kohë më parë. Është punu shumë për teatrin në Rom. Më thënë, sot e mësova këtë. Mirë po, institucionalizimi do thotë nuk ka ndodhë ende I këtij teatri. Jo, ndonë se punohet do thotë mënyrë shumë profesionale, por nuk është teatr profesional. Dhe e dim pse? Sepse nuk ka dokumentacion, nuk ka ende as një person do thotë I fushës së artit I cili ka diplom dhe që natyrisht institucionet kërkojnë edhe dokumente. Pse kështu? Normalisht, po, ne jemi një teatr amator, po ku kemi arritur progres është që ne punojmë 5 vitet e fundit me regjisor profesionist, me ekipe profesioniste, me vetë Bekim Femiun si teatr profesionist, I cilit edhe I falenderojmë, cilët edhe garderobën, edhe skenografin na e sigurojnë, edhe burimet njerëzore si që kanë tonistin, spicientin ose regjisorin e shfaqjes. Ata punojnë me neve dhe vetë aktorë vinë na japin këshilla, leksione, edhe na demonstrojnë madje që na të dalim sa më profesionalisht, që shfaqja kur të shikohet, të mos shikohet në një sy që këta janë amator. As se si deri më tani kur na I kanë shikuar shfaqjet e fundit nuk kanë thënë që ai jeni amator apo profesionist, se shfaqja I ka dhënë ato nuancat e saj. Në botë amatori ka dalë aktori më I mirë sa diun, pa I shkolluar, pa diplom. Po pra. E tash për me pas se në Prizren ekziston edhe drama shqipe, që ata janë me një farë mënyrë edhe pse ka të diplomuar ose nismëtar të teatrit, edhe ata konsiderojnë si amator, po e qartë është kjo. Mirë, edhe turshi, domethënë si komunitet bëjnë punë të mirë, po janë amator edhe këtë kjo që po ndërlidhet me diplom. Tash ndoshta me një lule nuk qet pranvera, me një diplom nëse dikush prej neve do të studiojë dhe do të bëhet aktor, pastaj trupa tjetër nuk do të më thonë që do të më thonë ndoshta ka kriteret të tjera që duhen të kemi një ekip së paku 5 deri në 6 aktorë dhe pastaj të institucionalizojmë siç e thatë edhe ju, por unë po mendoj që kjo nuk është për neve ngjecie. Kjo nuk është ABC-ja, ne po e kuptojmë, por ju keni kërku dhe besoj që jeni dakord që duhet institucionalizu. A keni pyet, do thotë, a ka mënyrë tjetër dhe nëse nuk ka diplom që të bëhet institucionalizimi në bazë të përvojës dhe punës së dëshmuar tuajën? Jo, ne kemi pas biseda me zotria Irullami Qekun, ministrin, I cili ka dashur me bërë një statut të veçantë për teatrot amatore, që dhe ata të konsiderohen domethënë nga shteti, teatrot amatore jo që formohen sot nga të rinjt, po teatrot amatore që kanë histori të gjatë që nga 89-ta. E keni takuar vetë ministrin? Vetë kemi takuar dhe kemi bashkë biseduar. A ka në teatr, për shembull, ose a keni ftuar me datën 7? E kemi ftuar edhe ministrin me datë 7, ka qenë pjesë e dramës Rëfimet e grave, ku kemi prekur paka shumë edhe që ta nxisim feministin ose aktivizmin e gjinisë femrore, e grave dhe vajzave rome tek komuniteti jon.
Pastaj në dramën Uçalina ose Hijet e kemi pasur vetë kryeministrin në shfaqje, edhe i cili është befasu me atë shfaqjen edhe bile ka qenë si pjesë e shfaqjes. S'kishe marrë me vetë ai diploma me ju dhënë diploma. Po, edhe ai nuk na ka pas nevojë me na dhënë diploma, se ai me komentën e tij pas shfaqjes e tregoi se sa e ka prekur shfaqja atë, surprizuar normalisht nga talenti. Nga talenti edhe nga puna. Jam për shembull në shfaqje të tilla ose në këtë teatr, a mund të marrë pjesë një i komunitetit tjetër përveç se rom? Patjetër që mund të merr pjesë, tash mund të themi ne edhe aktorët janë. Për momentin nuk kemi asnjë aktor që nuk është i komunitetit rom, por kemi për shembull sepse shfaqjet e tjera çdo herë ka pas kombinime. Po, ka kombinime, po domethënë nuk akoma nuk kemi arritur domethënë të kemi një bashkëpunim të tillë, nuk është që nuk kemi menduar, ndoshta një dramë do t'ja lëm vet aktorëve të komuniteteve tjera, nëse ata e mësojnë tekstin e gjuhën rome, se për neve nuk është vetëm aktrimi çështja kryesore, është ata do ta kenë më të vështirë. Është mbrojtja e gjuhës, sensibilizimi, dhënia e mesazheve të duhura, qëllimi i temës, pastaj avancimi me autor të mëdhenj, se është një lloj rreziku për një teatër amator që të trajtoj tema aq të rëndësishme e delikate siç i ka Bertolt Bretti. Nga ana tjetër, progresi jonë, domethënë, këtë vit e kemi një risi përpos regjisë, përpos tonistit, e kemi një risi, e kemi një profesionist të fushës së artit pamor, i cili është Gëzim Sertolla, i cili me veprime artistike na e ka lehtësuar dhe me koreografi na e ka zbukuruar shfaqjen tonë, edhe ajo do të shihet edhe do të dëshmohet me 7 prill në komunën e Prizrenit, duke filluar nga ora 8. Do jetë me bileta, shfaqjet? Jo, ne nuk i bëjmë shfaqjet me bileta, i bëjmë me ftesa, sepse është pak ceremoniale. Po, normalisht i ndajmë ftesat intelektualve, qytetarëve. A ka më shumë për intelektuale për qytetarëve që të na e tregoj? Për të gjithë, ne kemi edhe një reprizë. Duket që për intelektuale. Ka mbet ndonjë ftesë për ne? Nuk po e thu. Patjetër që ka mbet, këta janë edhe si ftesa që ju sjella, po e kam edhe një dhuratë për historiatin e teatrit rom, më 35 vite që është në gjuhën shqipe. Po, se i kemi bravo. Se janë të gjitha dramat të përshkruara këtu, sinopsiset e dramave, çmimet që i kanë fituar gjatë festivaleve, domethënë para luftës që kanë marrë pjesë edhe pas luftës. Ti vetë më duket shikon shumë filma indiane, vërtet? Jo, asësi. Se duket shumë në asësi, po na kemi origjinën indiane dhe kush është aktori ju i preferuar? Aktori botëror normalisht që duhet më konë Charlie Chaplin, pasi që ai është vetë rom. Po asnjëherë nuk kam mos u bë lokalist shumë. Jo, Charlie Chaplin nuk është prizrenas, është në famë botërore, po është me origjinë rome. Që nuk është, okay. Po jep përgjigje shumë diplomatike. Është shqiptari i preferuar aktor që ndoshta jeton ose nuk jeton më. Për shembull, sot kishte ndruar jetë nëse ke dëgjuar për aktorën. Për Bekim Fehmiu ne di që po. Për Bekim Fehmiu. Patjetër, Bekim Fehmiu është sepse e përmendë sa Margarita Xhepa për shembull kishte ndruar jetë. Pastaj jo vetëm për këtë, pastaj se ai e ka aktruar rolin e një romi tek një film i cili ka marrë jashtëzakonisht famë botërore. Ai filmi edhe për atë dhe më shumë e du, edhe normalisht secili aktor e don atë. Patjetër. Po nga ana tjetër unë bëhem lokalist përsëri, kthehem domethënë tek profesionistës si Gjevde Dota, i cili gjithmonë ka qenë pas neve si konsulent profesionist. Pastaj është Alban Morina, njëri prej aktorëve të dalluar tani të teatrit ton. Qëndroj të jem lokalist normalisht, po e di që më pëlqejnë edhe aktorë tjerë që lëvdata vjen aty nga shtëpia, pastaj për patjetër. Suksese? Edhe një pyetje të fundit, Elvana Gjatan, do ta kishe marrë një në këtë teatr sepse ka luajtur. Elvana Gjata, po edhe aktore. Elvana Gjata kam pas një emision me ato dhe kam kaluar shumë. Por tregoj që pyetjen ja bëre pse është e bukur. Edhe sepse kam në playlist atje për ta mbyllur bisedën me një këngë ka luajtur. Unë isha pjesë e emisionit me asaj dhe me atë kemi bërë një bisedë të këndshme ashtu sikur me juve. Okej. Kjo ke fundit më pëlqeu më shumë. Biseda jon apo jo? Ai dëgjove një bisedë të këndshme tha ashtu siç e bëra me juve. Andaj tash po jep përgjigje shumë dimensionale dhe diplomatike. Që ftesën nga ne po herë tjetër përsëri. Suksese, bëni punë të mira dhe natyrisht që hapësira do të jetë natyrisht programin ton, televizorin ton, por edhe në programe tjera. Faleminderit, ju ishte kënaqësi. Suksese.